Zia Hoxha, 63 vjeç, nga Kavaja, drejtuesi një ciklomotori, i ka shpëtuar për mrekulli një aksidenti rrugor duke marrë lëndime të lehta në gjymtyr. Aksidenti ndodhi në rrugën dytësore Plepa Golem, ku një automjet tipo Opel Corsa goditi nga pas motorin që drejtuej nga 63 vjeçari dhe u ndal vetëm pasi shkatërroi bordurën mbajtëse të rrugës pranë një hoteli. Ishte duke me motor, kishe sa vezë me vete 250 kokra. Me ishte ndorës për qatë bukë. Duke ardhë i hapën sinjal majtas për të këthy. A i ra nga mrapa. Makina e qujtu që është Opel. Mos kisha pas kaskën, kisha vdek. 63 vjeçari thot se makina e cila e aksidentoi lëviste me shpejtësi të jetë të madhe, duke i shkaktuar dhe dëmtimin e 250 vezëve, pasi me të ardhurat që fitonte nga shitja e tyre ai u shehej. Po isha bukë me atë lufta. Vetë pa punë, pa pension. Gruaj pa punë, pa pension. Që që bje ti më kjo punë. Shoferën e majtën për duhet. Mëra më thare majtën për duhet. Me shpecim nisi ikin. Policia ka ndaluar drejtuesin e automjetit të përfshirë në këtë aksident, ndërsa ka nisur hetimet për shkaqjet e aksidentit.